Transporti urban në Shkodër vijon të përballet me problematika. Rrugët e qytetit janë të mbi ngarkuara për shkak të parkimit të makinave në anë të tyre, çka ndikon drejt për drejt në rëndesën e trafikut, si dhe vonesat në qarkullimin e mjeteve të transportit publik. Qytetarët që presin në stacione shprehen të pakënaqur kryesisht për kohën e gjatë të pritjes. A ju duket se është i shpeshtë urbani apo të duhet kohë gjatë për të pritur stacion? Pra do doje ta kishe më shpesh. Kështu është, ka nevoja gjithsesi. Presin një gjysorët, 2 autobuse janë. Të duket se vonon shumë? Po, banan të shë dhe banan se. Të shë me banon, po me autobus që ka me bo? Bashkia e Shkodrës ka në plan një projekt për modernizimin e stacioneve të transportit urban, por aktualisht shumë prej tyre ndodhen në kushte jashtë standardi dhe nuk ofrojnë mbrojtje apo reati për udhëtarët. Në qytet funksionojnë ende vetëm 2 linja urbane, Fermentim Baqallek dhe Shkodër-Zogaj, të cilat nuk mbulojnë të gjitha zonat. Qytetarët shpresojnë në përmirësime të këtij shërbimi, i cili do ta bënte lëvizjen më të lehtë për ta.